Ishte ora 12:05 e 11 viteve më parë, kur ky shpërthim i mori jetën 26 personave dhe plagosi 300 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në fabrikën e demontimit të armëve në fshatin Gërdec të Tiranës, duke lënë pas viktima dhe të plagosur e shtëpi të shkatëruara. Spitalet u mbushën me të gjymtuar e të dëmtuar nga vala e shpërthimit. Ngjarja tragjike u pasua edhe me akuza politike, ku në qendër të tyre ishte ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu. Përgjegjësia për të u zgjidh shpejt. Çështja u mbyll në gjykatën e lartë pa asnjë vendim dhe Mediu mori sërish mandatin e deputetit në vitin 2009. Prokuroria nisi me një herë hetime duke marrë 29 të pandehur. Fillimisht organi i akuzës kërkoi dënimet maksimale për ish-kreun e Mekos, Ylli Pinarin, ish-administratorin e kompanisë Albademil, Mihal Deliorgji dhe ish-drejtorin e fabrikës së Gërdecit, Dritan Minzollin. Gjykata e shkallës së parë dha një dënim më të ulët se kërkesa e organit të akuzës. Më pas, i erdhi radha gjykatës së apelit, e cila pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar, duke ulur të pandehurve 1/3 e dënimit. Përfundimisht, Deliorgji u dënua me 6 vite 6 muaj burg, Ylli Pinari me 15 vite dhe Dritan Minzolli me 12 vite burgim, ndërsa për disa të tjerë u dha pafajësi. Por sot, kur kanë kaluar 11 vite nga tragjedia e Gërdecit, asnjë prej të pandehurve nuk qëndron në burg. Të fundit që lanë qelit ishin Pinari e Deliorgji, kur në 2014 përfituan nga liria me kusht. Njëri nga të pandehurit u dënua në mungesë, ndërsa ndodhet në statusin e azilantit në SBA.